Shpresën për jetë atë kohë thotë se nuk e di se ku e gjeti. Çdo ditë ka qenë e mirë për neve që kena mendu që jetuam edhe një natë. Isak Shabani edhe pas 26 viteve e kujton momentin kur breshëri plumbash u shkrepen nga ushtria serbe në drejtim të burgosurve në burgun e Dubravës. Në atë moment kur na kanë rreshtu, ka ndodhur diçka që pa parashikueshme. Që në moment për aty në pjesëve vrojtuese të karaullave të burgjeve, edhe në pjesën prapa murit kanë filluar gjujtjen me bomba, me armë, gjitha llojet e mundshme të armëve, dhe ato kanë ndodhur përshkatimi, ato kanë ndodhur që njerëzit na bëshën njëri mbi tjetrin. Këtu pjesëtar të ushtrisë serbe vranë 160 të burgosur dhe plagosen 300 të tjerë. Përjetimi më i rëndë ishte kur kishim një numër të madh të plagosëve. Plagosëve që s'dishim çysh me dhon ndihmën. Të burgosur edhe kanë filluar me dhon ndihmën e parë, duke bë krijuar fasha, duke shkyer çarshafa, se sa ka qenë ato ran, sa ka qenë katrahur. Është më së miri të dëshmojnë edhe 2 raste, që 2 të burgosur shqiptare kanë varrën veten. Kur e kanë thënë kanë varrën veten se nuk ka pas shpresë për jetë. Prokuroria speciale nëpërmjet një njoftimi të hënën tha se ka trajtuar me prioritet rastin e masakrës së Dubravës. Sipas saj, procesi gjyqësor ndaj Gavrilo Miloslavjević, që nisi në fund të vitit 2023, pritet të përfundojë brenda këtij muaji. Ndërsa në rastin tjetër, ndaj të gjithë të pandehurve, prokuroria tha se është në përfundim të hetimeve dhe ka arritur të identifikojë rreth 88 të pandehur dhe të intervistojë mbi 400 dëshmitar.